Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, mbani aloe vera në shtëpi dhe nuk do të vuani kurrë nga këto sëmundje. Sipas ekspertëve, aloe vera mbetet një nga bimët më të fuqishme që natyra ofron. Kjo bimë arrin të shërojë organizmin ton si brenda ashtu edhe jashtë. Të gjithë ne i dimë përfitimet dhe vlerat që vijnë nga xheli i aloe verës, por lëngu i kësaj bime ka veti të magjishme. Si përftohet lëngu i aloe verës? Gjethet e kësaj bime ne i ndajmë në gjysmë sipas gjatësisë. Siguroni që ta keni hequr cipën nga gjethet pasi cipa e jashtme është vërtet e rëndë për stomakun. Nxirreni xhelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur kështu një thik. Pjesët e xhelit që ju keni përftuar i vendosni në mikser dhe i punoni derisa të merrni lëngun e aloe verës dhe më pas e filtrojmë lëngun dhe është gati për ta konsumuar duke i shtuar lëng portokalli, karote ose çfarë do fruti që ju dëshironi. Vlerat shëndetësore të lëngut të aloe verës. Antioksidant. Tek lëngu i aloe verës ju do të mund të gjeni një sër antioksidantësh të fuqishëm të cilët do ju ndihmojnë që të luftoni radikalet e lira, shenjat e plakjes dhe njëkohësisht disa sëmundje. Sipas ekspertëve, aloe vera përmirëson shëndetin e sistemit tretës. Aloe vera përmirëson mënyrën e tretjes së ushqimit. Ajo e ndihmon stomakun të bëjë punën e vet dhe të garantojë një fluks normal të ushqimit nëpër të gjithë aparatin tretës. Nëse ju pini lëngun e aloe verës, ju do të arrini të zvogëloni sasinë e acidit në stomak dhe njëkohësisht të parandaloni formimin e ulçërës, vitamina dhe ushqyes. Lëngu i aloe verës përmban një sasi të lartë ushqyesish të domosdoshëm, siç janë për shembull vitamina A dhe E, magnezi dhe njëkohësisht kaliumi. Mbron sistemin tuaj imunitar. Imuniteti është një tjetër përfitim i cili vjen nga lëngu i aloe verës. Kjo fal antioksidantëve dhe nivelit të lartë të vitaminës C. Shëndeti dentar. Pirja e lëngut të aloe verës ka një ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin tuaj dentar dhe bima përmban gjithashtu një substancë e quajtur aseman, e cila ndihmon për forcimin e dhëmbëve. Përmirëson njëkohësisht pamjen e lëkurës tuaj. Nëse konsumoni lëngun e aloe verës, ju do të keni një lëkurë më të shëndetshme, sepse lëngu ndihmon në heqjen e thatësisë dhe në largimin e irritimeve. Bima e aloe verës është një nga bimet më të fuqishme natyrale dhe kjo bimë arrin që të shërojë organizmin ton si nga brenda ashtu edhe jashtë. Të gjithë ne i dimë përfitimet që vijnë nga xheli i aloe verës, por lëngu i kësaj bime ka veti magjike. Aloe vera gjithashtu vazhdon të vlerësohet gjithnjë më shumë vitet e fundit. Në fakt, studimet vazhdojnë të tregojnë se kjo bimë ka një ndikim shumë të mirë për të gjithë trupin dhe përdorimi i rregullt i saj njëkohësisht të jep edhe shëndet. Rregullon tretjen. Aloe vera është shumë e vlefshme për të kuruar problemet e zorrëve fal vetive të saj të shumta antiinflamatore. Ajo gjithashtu ndihmon në rritjen e baktereve pozitive në zorë dhe kjo i mban larg të gjitha çrregullimet e tretjes. Trajtimi i artritit reumatoid. Artriti reumatoid është gjithashtu një sëmundje autoimune e cila ndikon në të gjithë trupin tuaj. Sistemi imunitar gjithashtu sulmon indet e trupit duke krijuar acarim dhe njëkohësisht ngërçe. Ka mbledhje të lëngjeve në kyçe, çka gjithashtu e përkeqëson situatën tuaj. Ndërkohë, nga ana tjetër duhet të dini se duke qenë se artriti reumatoid është një sëmundje kronike,
Të sëmurët zakonisht përdorin qetësues të ndryshëm, por këto sëmundje kanë një ndikim edhe në trup. Aloe vera gjithashtu jep rezultate të mira për uljen e inflamacionit të trupit si në rastet e reumatizmës, acarimeve të veshëve, syve dhe njëkohësisht artritit. Përbërësit e saj anti-inflamator gjithashtu ndihmojnë në uljen e dhimbjes së ngërçeve pa e dëmtuar trupin tuaj. Për dhimbjet e muskujve dhe kyçeve, aplikimi i xhelit mbi lëkurë gjithashtu mundet që të lehtësojë dhimbjet e muskujve dhe të kyçeve, por mos harroni që të përdorni xhel të sapo përgatitur. Për djegjen e zemrës, keni probleme të rënda me tretjen, pini lëng aloe vera me qenë se ajo ul simptomat e refluksit të zemrës dhe stabilizon nivelin e alkalinës në trup. Ajo ka efekt qetësues në muret e stomakut dhe njëkohësisht ulët djegjen e zemrës dhe e parehatin. Fal vetive laksative ajo trajton edhe kapslëkun. Ulën nivelin e kolesterolit. Aloe vera është shumë e mirë për t'i mbajtur të ulta nivelet e kolesterolit, duke ulur kështu edhe trigliceridet. Përfshijeni lëngun e freskët të aloe verës në dietën tuaj ditore për të mbajtur në nivele të duhura kolesterolin, si edhe për të rritur nivelin e kolesterolit të mirë. Duke ulur kolesterolin, ju njëkohësisht do të mbroni zemrën tuaj nga të gjitha dëmtimet. Kjo bimë ka përbërës antibakterial, antiviral dhe njëkohësisht kundër mykut, të cilët ndihmojnë në sistemin tuaj imunitar, të pastrojnë trupin nga toksina dhe njëkohësisht nga patogjenët pushtues. Dhe megjithatë, vetit e lëngut apo tullit siç njihet xheli i aloe verës nuk mbarojnë këtu. Aloe vera ka plot minerale, përfshirë kalciumin, magnezin, zinkun, kromin, seleniumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe manganin. Këto minerale bashkëpunojnë më së miri për të fuqizuar sistemin tuaj dhe metabolizmin. Aloe vera gjithashtu ka në përmbajtjen e saj enzima të rëndësishme, të cilat gjithashtu do të ndihmojnë edhe për të reduktuar inflamacionet të ndryshme. Sipas studimeve, aloe vera gjithashtu përmban vitaminën B12, e cila është e nevojshme për prodhimin e ruazave të kuqe. Ky është një lajm shumë i mirë për vegetarianët të cilët nuk arrin të marrin mjaftueshëm vitaminë B12 nëpërmjet dietës së tyre të rregullt. Aloe vera është një burim i pasur i vitaminave A, C, E, B1, B2, B3, B6 dhe acidit folik. Sipas ekspertëve, ju duhet që të prisni gjethet sa më pranë pjesës kryesore të bimës për të nxjerrë lëngun. Gjethet gjithashtu ndahen në gjysmë sipas së gjatësisë. Sigurohuni që të keni hequr cipën nga të gjitha gjethet, pasi cipa e jashtme është e rëndë për stomakun. Nxirreni xhelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur një thik. Pjesën e xhelit që keni përftuar i vendosni në mikser. Shtoni 2 gota ujë, lëngun e një limoni dhe përpunojeni për 30 deri në 45 sekonda. Filtrojeni lëngun që ta pastroni nga çdo fibër e tepërt që mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Lëngun ju mund ta pini veçmas ose ta kombinoni me lëng portokalli ose të shtoni edhe limon jeshil. Për të ruajtur, mjafton ta hidhni në një shishe qelçi dhe ta mbani në frigorifer dhe ta pini të freskët. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.